ne dim që dokumenti nga Venecia ka ardhur për klubin Partizani. Domethënë, vazhdon zvarritë gjyqi. Tirana që ajo pron ka qenë ble nga Italia dhe ajo i takon të shtetit mrapa, don pronarët janë pagu. Këta kanë falsifikuar dokumentat. Dokumenti ka ardhur nga Venecia, nuk e falsifikon dot. Përse zgjatet ky gjyq? Përse nuk i merret sekuestrohet gjithë pasuria këtyre njerëzve se nuk mund të qisin njerëz që kanë shit. Don ku është? Përse duhet të kemë besim unë? Përse duhet të kemë besim? Do të flasim pra për fakte, për të vdekur që u lurasin, për vjedhje të hapura, se kush i kujton më sa kanë bë. Mirë, dakord, okay, i kuptoj të gjitha. Por ajo është një çështje që është nën gjykim. Do duhet që GKK-ja të japi fund manovrave që zvarrisin procesin të avokatëve, me qëllim që procesi shkojë përpara dhe ne të marrim të vërtetën nga gjykata. Që do të thotë të bëhet hetimi gjyqësor dhe natyrisht bëhet një proces i drejtë dhe i ligjshëm gjyqësor dhe ne të kuptojmë të gjitha këto fakte dhe nga një institucion që për hir të vërtetës është në pavarësinë e tij të plotë sot. Nuk ka as kryeministër mbi kokë, nuk ka as president mbi kokë dhe nuk ka qenë kurrë në të tilla kushte. Ndonjëherë. Dhe ajo që thonë që Rama kontrollon drejtsinë nuk ka sens. Si kontrollon ka drejtsinë kur të tjerë po ikin njëri me tjetër. Është muhabet kot, nuk kontrollon edhe as i bindet njëri nga ata. Sot që flasim. Tani unë mendoj që janë ata thelbi topin e kanë ata. I kësaj gjëje, e kanë topin atje, e kanë gjithë mundësinë të bëjnë drejtësi. Ajo që mua më intereson tani në raport me klubin Partizani është të them një gjë tjetër, që është akoma më e rëndësishme. Klubi Partizani është bërë një padrejtësi e madhe. Është për zonë. Ju hoqën territoret, ju hoqën çdo gjë dhe fal atij presidentit dhe mikut tim, Gazmend Demi, sot kemi akoma klubin Partizani. Dhe kanë ngritur një ambient, jo vetëm ndaj tij, një ambient modern. Vetëm ndaj tij, po edhe të tjerëve që kanë qenë para tij, sepse kjo betejë kundër klubit Partizani ka nisur kur atje ishte presidenti përparim Laçi. Dakor? Dhe pastaj erdhi Gazdemi dhe ngriti në një nivel tjetër. Edhe mori vetëm një stem dhe ngriti këtu me ka marrë një stem atje. Një stem vetëm ka marrë. Sepse territoret u morën për të bërë pallate. Dhe me mlef, se nuk ishte kjo gjë, se kur unë flisja në parlamentin e Shqipërisë për këtë gjë, sepse po nuhasja që po ndodhte diçka me klubin Partizani, fal të ndjerit Bekush Birçe, fal Neptun Bajkos, fal Isatarës e tjerë mëra që erdhëm takuam thanë, ej, po na grabisin historinë. Jo thjesht tokën, po na grabisin historinë. Dhe kur unë çohesha në parlament, Saliu çojë atje merre me yllën e Partizanit. Nuk merre me tokën që po vithe, po merre me yllën e Partizanit. Për ta kthyer në një çështje ideologjike. Ndërkohë që tani jemi në pikën kur i takon qeverisë apo qeverive t'i kthej Partizanit atë që është grabitur në një projekt, që është projekti më i madh sportiv në territorin e Republikës së Shqipërisë. Çfarë po bëhet për ligjin për sportin? Lutem, e kam parë kryeministrin tim, që ta amplifikoi fort atë akademinë e Manchester City. Po Gazmend Demi ka bërë atje një akademi. Ka një akademi zinxhir që ka dalë kampion me 17 nën kampion. Në të njëjtat për masa, në mos më e madhe, se sa akademia e Manchester City. Po, e pash edhe ambientet. Tani i takon Partizanit, edhe për shkak të kësaj historie të tmerrshme. Grabitje që i takon grabitje që i kanë bërë dhe sulmi të paimagjinueshëm kohë pas kohe që të marrë nga qeveria atë që i takon. Dhe kjo historia e terreneve atje duhet marrë fund. Partizani e ka gjithë mundësinë që të bëhet akademia më e madhe në Ballkan. Jo akademia më e madhe në Shqipëri, po akademia më e madhe në Ballkan. Kjo është një anë. Po ç'po bëhet për ligjin për sportet? E dyta, ligji për sportet ka ardhur momenti që ta diskutojmë. I kanë bërë një propozim kryeministrit kur ca të fandaksur atje stopuan futbollin për t'i bërë shantazh qeverisë Partisë Socialiste. E stopuan futbollin, nuk është luajt futboll këtu një muaj ata, 2 muaj, se kështu donte KK. Kështu donte KK-ja, që mos luajë futboll për t'i bërë shantazh Edi Ramës. Kush është KK-ja? Pa është njëri aty. Pra për t'i bërë shantazh Edi Ramës. Dhe i kanë bërë një propozim atje për të bërë ca lehtësime. Jo gjithë paketën që ata kërkonin, për të bërë dhe më tha lëre se do bëjmë një gjë më të madhe. Tani është koha për të bërë gjën e madhe. Për të rregulluar ligjin për sportin e për t'i dhënë një mundësi sponsorizimi këtyre ekipeve të futbollit, po mbi të gjitha këtyre akademive të futbollit që merren
merr me fëmijët. Sepse unë vazhdoj të insistoj që klubet e futbollit nuk duhet të jenë në trajtin që janë. Klubet e futbollit duhet të fillu nga Partizani, duhet të kthehen në ndërmarrje ekonomike që kanë për aktivitet bazë sportin. Po duhet të kthehen në ndërmarrje ekonomike që prodhojnë të ardhurat. Nuk mund të vazhdoj kjo histori që paguan Gazdemi, paguan Ysen Belliu i Durrësit, paguan ai i Shkodrës, paguan ai tjetri i Vlorës, paguan ai tjetri e kështu me radhë, jo vetëm që kanë fitim, po kanë humbje. Dhe nuk kthejnë pas të ardhurat në klubet e tyre. Jo, nuk mund të jetë kështu. Duhet që kjo sipërmarrje ekonomike të prodhojë sport. Po ama atje e qëndrueshme, që tjetë e qëndrueshme, duhet japim ca instrumenta ekonomik që i kanë dorë qeveria për t'i stimuluar. Dhe tani është momenti për të bërë. Unë nuk them si një kolegja ime që deli ati që do i thy derën e do i bëj. Kam heq dorë nga këto thyerjet tani e kështu me radhë, po ama do insistoj fort në Parlamentin e Shqipërisë që kjo gjë të ndodhi, jo për miqtë e mi që kam në futboll, po për të shkuar edhe unë të premte çtu mund diel tan në stadium atje e për të parë. Atëherë, sa përgjegjësi se kjo ka filluar herët, sa përgjegjësi ndjen partia juaj dhe shteti, pushteti, në lidhje me terrenet sportive që janë kthyer pallate dhe vazhdon të kthehen pallate. Nuk flas për këtë se jam konflikt interesi. Se jam një nga njerëzit që jam kundër betonit, kam qenë kundër betonit në këtë qytet dhe jam kundër betonit. Jo, unë jam Ilir, unë jam kundër betonit. Po jo dakord, po problemi është që ne flasim për klubin dhe me drejt folje, për sa terrene sportive ka, me gjithë pallateve, fusha basketbol. Pra që unë kam pa një gjë që u luret. Shko ke shkolla Petronini. Po. Para dhe mrapa shkollës Petronini ka 2 garazhe që janë ambiente pallatesh. Jo garazhe, parkime publike. Parkime private. Parkime private. Pra njerëzit, fëmijët e atyre pallateve nuk kanë drejt luajnë aty, banorët aty në pallateve nuk kanë drejt luajnë aty, dhe parkingu funksionon ditën për diell. Ja më dëgjoj pak. Shiko. Historia e terreneve sportive në radh parë, e terreneve sportive që ka pas shumë Tirana, duke filluar nga kombinati im. Fusha Zeze. Ka pas 2 fusha, nga fusha Zeze, ke fusha Gjelbër, ke pallati pionerëve. Njëra është bërë shkolla, njëra është bërë shkollë në kombinat dhe me terrene sportive gjithashtu, shumë të mira për fëmijët e kombinatit, tjetra është bërë pallate. Edhe më vjen shumë keq sepse unë mendoj që ata miqtë e mi që kanë bërë atje e dinë shumë mirë historinë e fushës Zez kombinatit. Shumë mirë, jo për mua, po për ata yjet e kombinatit. Andrea Marko, Koçi Marko, Valmeçe. Po kombinati vet arriti Çimuça. Nesi Stoja, Afrim Tole, e kështu me radhë, Alban Bushi në fund fare, e njohin shumë mirë historinë asaj fushës Zez kombinat. Blidhi gjithë Tirana atje. Për të ardhur për të parë, këta çuna që luanin me Partizan, me Dinamo, me Tiranën, që vinë tek fusha e Zezë dhe luanin me çunat e kombinatit. Kanë luajtur atje. Po Tirana me që kam pa unë për Lat Musën e kam pa atje të hidhet e të kërcej në përzhavorin në përqymyrin. Fusha e Pallatit Pionerëve. Fusha e Pallatit Pionerëve gjithashtu. Ishte histori që u kthye në pronarët e hershëm të atyre tokave që i kthyen në të tilla gjëra. Që i kthyen në të tilla objekte. Që po interesi publik. Tani. Ti tjetërsonin? Diku nuk bie dakord unë me gjithçka që ka ndodhur në 35 vite me terrenet sportive që qeverit, agjencitë e tjera me radhë mund t'i kthenin pronarëve, po pa ndryshuar destinacionin e tyre. Po. Në qoftë se e donte dikush fushën e Zezë, e kishte pas pronë vet, fushën e Zezë në kombinat e kështu me radhë, po ta mbante. Po për ambiente sportive. Për aktivitete sportive. Ky mbreti i madh, këtu ke Pallati Pionerëve, mund ta mbante, po për ambiente sportive. Jo për ndërtuar një pallat atje. E kështu me radhë kudo në çdo cep të Tiranës. Tani të vim është e njëjta. Një sekond, ma lër ta mbaroj. Më ngritej i shqetësim që unë e kam marrë në gjithë njësin 5, që është problemi i parkimit. Dhe mbi të gjitha, problemi i zënjes hapësirave publike. Edhe aty, e di që ata që janë aty janë si pronar. Kam një muaj që zjem me ca me mbiemër të çuditshme që s'ka lidhje me Tiranën fare, po që thonë jemi pronar. Fiks mua aty mbas shkollës Petronini Luarasi, në krahët shkollës Petronini Luarasi. E që thonë jemi ne pronarët e këtyre ambienteve midis pallateve. Okej, mund të jetë edhe prona jote. Po unë i kam kërkuar bashkisë bëj betejë për të mbrojtur hapësirën publike edhe me këta që pretendojnë se i kanë pronat e tyre dhe me çdo zyrtar të korruptuar që ka kthyer pronë mes pallateve.
Ka njohur dhe ka kthyer pronë fizike mes pallateve, por është bashkia që licencon këtë lloj aktiviteti. Dhe bashkia duhet thotë stop. Ajo është prona jote, po unë nuk t'jap licencë për të bërë parking privat për të dehurit e bllokut që parkojnë atje. Për të dehurit e bllokut që parkojnë. Ne po flasim apo për të tjerë si këta që kanë hyrë mes pallateve në mes bllokut dhe ku kanë biznese më fitimprurës pikërisht. Po nesër tysh në Europë të lejen këta? Jo kur nesër. Ne jemi në një proces negociatash me Bashkimin Evropian. Dhe nuk t'i lejen këto gjëra. Tani ne jemi në kapitullin më të rëndësishëm për ne, që është funksionimi i tregut brendshëm. Dhe këtu tek funksionimi i tregut brendshëm ka shumë çështje që duhen trajtuar e që duhen zgjidhur në standardet e Bashkimit Evropian që mund të ndihmojnë pafund qytetarët e Republikës së Shqipërisë.